Pamjet që shihni përkasin kanalit të Shtodrit në segmentin mes njësisë administrative Rrethina dhe asaj të Postripës, që vijon me tej në drejtim të Koplikut. Ky kanal burim jete për bujqësinë është ndërruar në një landfill të hapur, i mbushur me inerte, mbeturina urbane, bimore dhe materiale të çdo lloji. Nuk bëhet fjalë për një segment të izoluar, i gjithë kanali është i ndotur, duke krijuar një situatë alarmante dhe thellësisht të papranueshme për mjedisin dhe për mijëra fermer që varen prej tij. Kanali Shtodrit është vepra kryesore e ujitjes së tokave të mbi Shkodrës, i ndërtuar në vitet 70 të shekullit të kaluar. Ai merr ujin nga rezervuari i Shtodrit në Bardhë dhe ka për qëllim vaditjen e qindra hektar tokë bujqësore. Sot, pas vitesh të tëra, pa pastrim dhe pa mirëmbajtje, por edhe pa angazhimin e vetë banorëve, ky kanal rrezikon që në vend të ujit të çojë mbeturina në përara, duke dëmtuar prodhimin, tokën dhe shëndetin e banorëve. Përgjegjësia kryesore për këtë gjendje bie mbi Bordin Rajonal të Kullimit në Lezhë, institucioni që administron këtë vepër, por jo pak edhe vetë banorëve. Por heshtja dhe mosveprimi i pushtetit vendor, si dhe ai institucioneve të bujqësisë në Shkodër dhe Malësi të Madhe, është po aq i rënd. Ky kanal u shërben fermerëve të kësaj zone, jo ndotjes mjedisore dhe shkatërrimit të një pasurie publike. Kjo situatë kërkon ndërhyrje të menjëhershme, pastrim të plotë dhe përgjegjësi institucionale. Çdo ditë vonesë është një dëm më shumë për bujqësinë, mjedisin dhe fermerët e zonës fushore të mbi Shkodrës.